Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dita e martë, 8 Rabiu Thani 1447, 30 shtator 2025. Edhe 141 ditë deri në Ramazan. Allahu Dhul Jalal thot: "Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid." Te unë nuk ndryshon fjala, vendimi, ajo që kam thonë dhe kam vendosë. E unë nuk jam zullumqar ndaj robit tim. Pra, Allahu Dhul Jalal tregon qartë se vendimet e tija janë përfundimtare, nuk ndryshojnë, nuk ndrohen, mirë po këto vendime nuk janë për t'i bo zullum njeriut. Andaj Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, duke komentuar këtë ajet kuranor, thot: Allahu nuk e then premtimin e tij e as kërcënimin e vetë. Atë që e ka thonë, apo e ka shkru, ajo as nuk ndron e as nuk ndryshon. Andaj keni parasysh që të fitojmë bekimet e Zotit dhe mëshirën e tij dhe të jemi nën kujdesin e tij për fitu mirësitë nga Allahu subhanahu wa taala. Mesazhi i sodit është porosia të cilën e jep Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala në librin e tij Zadul Ma'ad, ku thot: nëse Allahu ja do të mirën robit të vet, ja jep ilaçin e sprovave dhe belas, aq sa ka nevojë për të shëruar prej smundjeve që i ka. Sprovat dhe belat janë ilaçe që me to na i shërojmë smundjet e gjunaheve tona. Dhe andaj besimtari nuk trishtohet kur i vijnë sprovat, por e manifeston durimin e tij dhe shpreson kënaqësinë për Allahu Dhul Jalal. Stina e dimit fillon me 1 Rajab vitin 1447 apo 21 dhjetor viti 2025, që do thot edhe 83 ditë fillon stina e dimit, kurse porosia e fundit me cilën e përfundojmë këtë kalendar islamik është: forca nuk është në trup, por është në qëndrimin e fuqishëm që e mban njeriu karshi vështirësive. Kjo është forca e vërtetë. Andaj, unë edhe ti matemi në prizmën e qëndresës që kemi në momentet e vështira. Se mbëllëk rahatlëk, se cili kallëzohet si do në vetë, ama në vështirësi kallëzohet e vërteta që kemi mbrenda zemrave tona. Allahu i madhrishëm i pranoft adhurimet dhe lutjet tona. Allahu ndihmoft muslimanëve kudo që janë, sidomos në Gaza dhe në Palestinë, u dhash fitore të madhe inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.